Pa fjalën sigurisht për të mbështetur prezantimin e koleges Muzhaqi dhe më vjen keq që deputet që morën fjalën këtu deklaruan votën kundër një ligji i cili është një risi me ndryshimet e veta që sjell dhe e konsolidon marrëdhënien me të rinjt dhe sjell një përfaqësim më të mirë të rinjve edhe në këshillat vendore rinore, edhe në këshillin kombëtar të rinisë, po e tha bukur një koleg këtu që marrëdhënia juaj me rinin u pa fare qartë në qasjen tuaj kur bët listat e kandidatëve për deputet, se të zëvendësosh disa të rinj me kujtim gjuzin apo me Selemien i Sherin është zgjedhja juaj. Megjithatë në 11 maj do ta merrni fjalën e të rinjve përmes votës, por ndërhyrjen e kam në fakt për disa prej çështjeve që ngriti një deputete parafolse, çështje që lidhen me arsimin. Zonja deputete, kur Edi Rama dhe Partia Socialiste morën besimin e qytetarëve shqiptar për të qeverisur vendin, paga mesatare e mësuesit ishte 2 herë më e vogël se kjo që kanë sot. Pra, e kemi gjetur pagën e mësuesve 420 euro në vitin 2013 dhe sot është 950 euro, i referohem vitit 2024. Dhe zotimi ynë para të gjithë mësuesve të Shqipërisë është që brenda këtij mandati të ri që ne fillojmë në 11 maj, ta çojmë pagën e mësuesve 1250 euro. Kur ne morëm detyrën, zonja deputete, ishte 0 mbështetje për tekst e faljas. Nuk ishte tekst e faljas në Shqipëri. Të gjithë prindrit në Shqipëri ishin të detyruar të blinin vetë librat për fëmijët e tyre. Sot, zonja deputete, janë 238.000 nxënës të cilët marrin librat faljas me një angazhim të konsiderueshëm buxhetor të kësaj qeverie. The këtu fole nuk janë bërë shkolla nga viti 2013 e nderim tani janë 450 shkolla të reja, nga të cilat kanë përfituar 200.000 nxënës dhe deri në fund të këtij mandati që nisim 11 maj përfundojmë dhe 200 shkollat e tjera për ta bërë gjithë infrastrukturën tonë arsimore të njëjtë me të njëjtat standarde si ato të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në këto 12 vjet, zonja deputete, janë pajisur me laborator inteligjent 340 shkolla, 0 shkolla kishit me laborator inteligjent 2013. 340 shkolla. Dhe brenda mandatit ton të ri që fillojmë 11 maj, ne do të kompletojmë të gjitha laboratorët për garantuar 1000 laborator inteligjent dhe zotimi ynë është që të mos ketë asnjë nxënës Republikën e Shqipërisë nga Vermoshi në Konispol që të mos ketë akses në laborator inteligjent. Kudo, në të gjitha shkollat e vendit do ta përmbushim këtë synim. Dhe lajmi i mirë, zonja deputete, është se synimi ynë është që brenda mandatit të ri që fillojmë 11 maj të kemi të garantuar programin kombëtar të ushqimit në shkolla i dedikuar edhe për pjesën atyre që janë pas shkolle, pra që do bëjnë mësimin në shkollë, atëherë përpara se të vazhdojë mësimet do hajë edhe drekën në shkollë. Ky është synimi ynë
dhe po ashtu brenda vitit 2026, siç ju tham ditën e njëjtë këtu kur kaluam marrëveshjen, ne do të kemi instaluar në të gjitha shkollat e vendit, në të gjitha oborrat e shkollave dhe rrugët rrethuese të shkollave, kamerat inteligjente në kuadër të programit ton Smart City. Dhe po ashtu, deri në fund mandatit të ardhshëm, ne do ta kemi gati dhe të ngritur dhe funksionale edhe shoqërinë publike të transportit shkollor, e cila do të kryej falas transportin e nxënësve nga shkolla në shtëpi dhe nga shtëpia në shkollë në të gjithë Shqipërinë. Dhe brenda mandatit të ardhshëm, synojmë të dyfishojmë numrin e nxënësve në arsimin profesional, ku objektivi ynë është 1/3, paktën 35% e numrit përgjithshëm të nxënësve që studiojnë në shkolla të jenë në shkolla teknike. Dhe deri në fund vitit 2030, të gjithë nxënësit e arsimit profesional do të mund të qëndrojnë në konvikte me standarde europiane. Qeveria po ndërton konvikte, gjatë këtij mandati tjetër ne do të shtojmë numrin e konvikteve për të garantuar që për fëmijët e familjeve të cilët i kanë shkollën larg ose nuk kanë mundësi, shteti të jetë ai që të mundsoj konviktin. Dhe në fund, sa i përket programit ton Mësues për Diasporën, mund ta thoni një fjalë të mirë se në fundit i shërben bashkëdhetarëve tanë kudo që ata ndodhen. Kemi filluar programin Mësues për Diasporën me Greqinë, ku mësuesit e parë tani më janë përzgjedhur, kanë marrë licencën dhe do të shërbejnë në dobi të mësimdhënies së gjuhës shqipe për gjithë fëmijët shqiptar që jetojnë në qytetet kryesore të Greqisë. Synojmë që ta shtrijmë projektin Mësues për Diasporën edhe në Itali si hapi dytë dhe për ta shtrirë këtë program të rëndësishëm kombëtar kudo që bashkëdhetarët tanë jetojnë, sepse historia do të na gjykojë në shumë çështje, por një prej çështjeve që kjo qeveri ka merit është fokusi i veçantë që i ka dhënë diasporës, duke filluar nga thelbi që është mësimi i gjuhës shqipe. Dhe do të kemi dhe apin në telefonat inteligjent të mësimit gjuhës shqipe për të garantuar që çdo fëmijë që lind të paktën nga një prind shqiptar të ketë mundësinë ta mësojë gjuhën shqipe. Prandaj këto janë fakte dhe unë fola me shifra. Shifrat që ju përmendët, jo kanë ikur kaq që janë bërë aq e tjera më radh, nuk kanë asnjë gjë, nuk kanë asnjë lidhje me realitetin. Dhe prandaj në 11 maj qytetarët shqiptarë dinë fare mirë që është një mandat historik, është një mandat i cili vjen në një moment ose një kontekst gjeostrategjik të rëndësishëm që lidhet me antarësimin e Shqipërisë në familjen europiane. Ne jemi e vetmja forcë politike me vizion qartë për ta përfunduar këtë aspirat historike të antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe prandaj qytetarët shqiptar në shumicë do të votojnë numrin 5 Partinë Socialiste të Shqipërisë në zgjedhjet e 11 majit. Faleminderit.